Jemi rikthyer sërish në studio, do të diskutojmë tani për duampirje në vendin tonë, marrë shkaz nga një vendim javës kaluar i Parlamentit në Mbretërinë e Bashkuar, që vendosi që të gjithë ata që kanë lindur pas vitit 2008, pra që nga 1 janari 2009 e kanë pamundur, e kanë ndaluar përjetësisht dhe bëhet fjalë edhe për ata të tjerët që lindin më pas, të blejnë duan, qoftë duanin tradicional, qoftë ato të ashtu quajturat vejpet, por edhe ato me ngroje që kanë dalë së fundmi në qarkullim. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Orland Shuperka, ekspert i shëndetit publik. Zoti Shuperka, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju edhe nga biseda që bëm pak më parë, jeni dyshues nëse ky ligj do të ketë efekte, do të funksionojë në Mbretërinë e Bashkuar dhe bëhet fjalë për një vend shumë të zhvilluar, sepse unë kisha ndërmend t'ju pyesja fillimisht a do të funksionojë edhe tek ne, por fillimisht a do të funksionojë aty në Britani. Politikat që kanë ndjekur Britania e Madhe deri në vitin 2023 janë politika emancipuese për sa i përket uljes së konsumit të produktit të duanit në Britaninë e Madhe. Në vitin 2023 qeveria shpërndau 1 milion vejpe për 1 milion duanpirës që ranë në kontratë me mjekun e familjes dhe me bashkinë, ku në shkruan kontratë që nuk do pinë duan tradicional dhe do përdorim vejpe, këto të ngrojes. Dhe në këtë drejtim, qeveria britanike për 360 ditë të vitit i financoi dhe i furnizonte me këto vejpet. Kush ishte arsyeja? Dhe pati rezultat? Pati shumë rezultat. Kush ishte arsyeja? Arsyeja ishte këtë që më pak sëmundshmëri, më pak kancere të mushkrive, më pak shtrime në spital, dhe në vitet të mëpashme, më pak sëmundje dhe vdekje, me qëllim dhe do kursente para në buxhetin e shtetit. Vetëm nga shtrimet në spital, sot në Britaninë e Madhe janë 3 milion pound. Pra, kujdesish në sorë sistemi... 3 miliard pound nga sistemi. Por bashkë me problematikat e mëpashme, që janë dhe nga taksat, dhe nga sigurimet shëndetësore, shoqërore e tjetër, vete deri në 9 miliard pound. Pra, kjo humbje madhe e bëri qeverinë atëhershme me qëllim që të bënte këtë reformë. Kjo eci përshëmbari dhe e uli nivelin e duanpirjes, nuk e uli brenda vitit, por është ulur gradualisht për 10 vite, dhe Britania e Madhe është ndër vendet, jo i pari, për është vendet lider në këtë drejtim, që është me 10.5% prevalencën e pirjes së duanit, duke llogaritur që Bashkimi Evropian e ka 24%. Pra, në këtë ritëm, eci absolutisht shumë mirë dhe personat që kaluan nga duani me djegje tradicionali në duanin me ngroje, arritin në atë rezultat që 20% e tyre arritën ta linin duan. Pra, është edhe një mjet tranzicioni që të shkon drejt lënies së duanit? Pikërisht. Shërben. Po. Atëherë në këtë drejtim, këto masa kanë dhënë rezultatin e vet. Problemi u bë i tillë që s'po mbrojmë dot të rinj. E vërteta është edhe në kohën e kryeministit të parë të Britanisë, Sunak, Rishi Sunak. Ai shkoi në shkollën e vajzës madhe dhe te drejtoresha e shkollës kërkoi, keni mbledhur vejpe që thyejnë rregullin në nxehtësit, dhe i futi ato vejpet së bashku me sekretarin e shtetit për shëndetësinë në laboratoret më të fuqishme të Liverpoolit. Dhe doli që dhe ato vejpe që tregtoheshin aty ishin të tregtisë së palishme. Kjo kthese me njershme. Pra, kjo do të çojë më shumë tregun drejt informalitetit? Në mënyrë absolute. Rasti Australisë ndaloi vepet në mënyrë të menjëhershme. Filloi tregtia e palishme, humbje në buxhetin e shtetit dhe i hynte një produkt i pakontrolluar. Franca, për të marrë një nisëm, Macroni vendosi që të ndaloj shitjen e vejpeve një përdorimshme në Francë me qëllim për të mbrojtur të rinj.
si teori është shumë e bukur. Edhe duket bie fjala reformë në shëndet publik. Por tregu i zi bën vetë. Atëre, para 2 javësh, pikrish para 2 javësh, në revistën prestigjioze, do më thënë të mjekësisë, të shëndet publik, doli studimi dhe artikulli që beri shëndeti publik francez, që këto vepe janë më pak të dëmshme se duanit tradicional. Dhe është paraprir që dhe Franca tani do t'i kthehet përsëri përdorimit të vepeve, sepse dështoi në vitin 2025 në rajonin e Bashkimit Evropian tregtia e palishme nga vepet ka arritur 6.6 miliard euro. Dhe të gjitha këto furnizohen nga Kina. Gjysma, po thuaj se është kineze që furnizojnë. Atëre, kjo humbje madhe dhe parashikohet që të jetë 10.8 miliard në vitin 2030. Ti e shtrëngon në një anë dhe ynë produkti tjetër i palishëm në anën tjetër dhe ti nuk fiton asnjë. Po cila duhet të jetë qasja më e mirë? Atëre pikërisht kjo është fokusi i gabuar që shprehet në këtë projekt i politikës britanike. Pra me shumë mundësi ata do ndërmarrin amendamente për ta ndryshuar të ligjin. Unë do e them ato me ndimet e mia dhe do shpreh edhe sigurinë time. Ky ligj synon të rinjt, se kështu duket në aparencë, por ky në vlerëson duanpirsin që përdor duan me djegje 30 vjeç, 40 vjeç, 50 vjeç, 60 vjeç. Ti këtë na shkalon. Problematika shëndetësore është këtu. Një ri që ka filluar në moshën 18 vjeç dhe kur vete 30 dhe 40 vjeç, duke pirë duan, le pasohet të shëndet. Pra problematika është këtu. Ti këtë na shkalon. Duhet trajtojnë ata që realisht janë. Atëre ti do ndjekësh politika nesër me që po vendos të tilla masa, atëre ti nuk do t'i japësh favorizim produkte të aullë që janë produkte më pak të dëmshme. Vetë shëndeti publik anglese deklaron. Pra dhe atje ka problematika. Pritet që ta nënshkruaj mbreti, por opozita ka deklaruar që do ta kthej këtë ligj menjëherë në momentin sa do hyjë në... Po, edhe kjo firma e mbretit pritej me interes. Po. Tek ne, zoti Shuperka, sigur se u thash në fillim, do t'ju pyesja a mund të zbatojmë ne një ligj tillë, por me sa duket jo. Cila duhet jetë qasja? Nuk bëhet fjalë fare për ligj të tillë. Shqipëria ka vetëm një qasje. Zbatimin rigoros të ligjit. Kush është? Ndalohen shitjet e produkte për këtë grup mosh. Këtë mundohet ta zbatosh. Nuk do ta zbatosh 100%, po ta arrish në maksimumin e zbatimit të vet. Dhe është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, edukimi i ershëm. Ne duhet të kemi edukim shëndetësor të hershëm, që në moshat e vogla, mundësisht që në kopshte, që të fillojnë të merren me këtë frymë dhe po të fillojë ky edukim i ershëm, nuk ka nevojë që të ndalësh nesër shitjen dhe pirjen e duan. Duhet edhe mjeku i familjes të bëjë një punë më të mirë. Në mënyrë absolute këtë punë. Në paketa shkruan, kontaktoni mjekun, por... E vërteta është që personeli që është më i trajnuar sot, për sa i përket produkteve të reja, mënyrë se si të lënë duanit, demet e duanit në shëndet, është mjeku i familjes. Së paku nga mbi 20 vite që bëj trajnime të vazhdueshme, aktualisht dhe sot. Do të thënë bëjmë trajnime me mjekët e familjes, mbasi ata e kanë në programin e tyre të certifikimit dhe të akreditimit të këtyre. Mbase duhet jetë mjeku, zoti Shuperka, më agresiv në sensin pozitiv. Shumë e bukur kjo. Po, ta pyes fjala pacientin. Agresiv demokratik, do të thënë jetë në mënyrë demokratik. Duhet të punojnë në këtë drejtim, sepse këshilla të thjeshta të mjekut familjes, që janë pa kosto, janë shumë të rëndësishme. Mendo sa mjek familje keme, sikur një mjek familje, i kthen mendjen 3 duanpirësve. Nga 3 duanpirës i bën ish duanpirës, ka bërë një punë kaq të madhe sa nuk llogaritet. Dhe kur ta thot mjeku ka tjetër rëndësi fjalë. Në mënyrë absolute. Dhe mjekët duhet t'japin, duhet t'i orientojnë edhe pacientët e vet.
Referoni qatë GTP-s. Pyetini, si është ky produkt, si është ky tjetër, çfarë produkti do të pi. Pra, në këtë drejtim, ligji, do më thënë, britanik, është një ligj për mendimin tim që ose do kërkoj amendime të shpejta, ose do t'jetë një ligj që nuk do japi rezultatet e pritshme dhe do të kthehet. Kemi rastet e shteteve të tjera në këtë drejtim. Unë do ju merja shembull. Në qoftë se në nivelin e uljes së pirjes së duanit, lider është Suedia. Është lider Zelanda e Re. Në qoftë se Suedia sot e ka 5.3% nivelin e konsumit të duanit. Si ja kanë dalë? Bashkimi Evropian ka 24%. Shqipëria 38.8%. Pra, si ja ka dalë? Ata krijuan lehtësira për produktet e reja të nikotinës, duke filluar që nga snusi suedez edhe produktet e havullit. Vetëm e këto ata arritën gjithë këto rezultate dhe vunë taksa më të larta për duanin tradicional. Në këtë drejtim, dhe do e thosha, ky ka qenë suksesi i Suedis. Zelanda e Re u fut për të ndaluar ndalimin e këtyre produkteve. Dështoi, filloi tregtia e palishme, u kthye dhe ndoqi shembullin e Suedis. Vetëm në shembullin e Suedis, Zelanda e Re ka arritur me 6.8%. Britania është me 10.5%, duke llogaritur që sot në Britani 5.5 milion janë personat që konsumojnë duhan me ngroje nga këto produktet e nikotinës. Dhe 4.9%, 4.9 milion janë persona që pinë duhan me djegje. Pra, ka ndryshuar raporti. Japonia është në këtë drejtim. Norvegjia. Pra, ka koha që duhet të ndjekur shembulli pozitiv. Kush po e jep këtë shembull pozitiv. Mos harrojmë që ka filluar tregtia e palishme në masë. Tregtia e palishme shkon sot edhe nga Shqipëria, edhe nga vendet e Evropës lindore. Zëtë Shuperka, ju kërkoj ndjes vetëm për pak momente do të lidhemi drejt për drejti, hapet segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës dhe deri tek mbikalimi i Rinasit. E ndjekim për pak momente dhe rikthehemi sërish në studio. Disa kabina elektrike. Dhavi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve, është e kontraktuar, është për të demontuar, do kalojmë do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Kem për pjatë Skarpata për minister dhe me së shpejti nisim zbatimin e kontrollit të gjendërime që do të ndryshoj planin rëndësisht të komplet autostradës. Pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që nënsore do Skarpata që ju shikoni tashmë të përgatitur për në timësi pa dhe pemë edhe shkolle këmësi shkurën për të vënë një jeshtë një këtë aksi që tashmë është da i gjerë 30 litër me hajë. Ja tregosh se dhe duhet bjellë shkurën një tjetër. Pati Skarpata tjetër, bëhet diçka sa do që ne lejon të veri për të vija, dhe jetë pjesë e projektin, do të përkëtësorët në e gjithë. Ndërkohë ne kemi të parashikuar, në fakt e kemi të diskutuar për vitin 2027 vijimin e Tiranë-Durrësit, por ne edhe pas diskutimeve që kemi përbashkë, do të afrojmë në 2026 në atë procedurë, në mënyrë që me njëherë të vjojmë mas kilometrit të 7 ku ndërprehemi me fazat e pranishme kontraktore për të vijuar me kilometrat pasues. Sigurisht kjo është rrugë prioritare, sepse bën lidhjen në portin Durrësit me pjesën e Shqipërisë, por bën edhe shkryrjen e sharbullimit nga hyrja nga veriu për në Tiranë, sepse tashmë edhe me rrugën e përfunduar ne lidhemi nga aeroporti i Rinasit dhe me vijimin e saj edhe nga nyja e Kasharit. Patjetër, si shikohet, është në kategorisi, sepse edhe lëndet asfaltike që janë bërë, që teknologjia e re e përdorur, që në fakt është për herë të parë në Shqipëri.
kryeministri për ndryshimin e përkojës e polimet në asfaltit, për t'i rritur aftësinë mbajtëse, pashtu dhe jetë gjatësi, por edhe aftësitë e tij drenose, pa që në rastet të shira është vetë tapeti që në segmentet të caktuara bën drenimin drejt kanaleve që i shikoni të realizohen në anë të rrugës. Kjo për të shpangur që edhe problemin në raste veshësh. Ndërkohë jemi në fazë punime dhe në fazën tërë, që sot e tha dhe ministri që përfshin në mirën e laknasit, mbi kalimin e rinasit dhe zgjerimin e nënkalimet periudhë. Dhe në ditët në vijim, në mënyrë që sezoni veror ne do të gjejmë pak ndërhyrje apo punim në aksin. Por gjatë ditëve në vijim do të ndodhë një kufisim me të dy akrava në përsinë e emergjencës dhe në përsinë e avashta të tretën në rend të energjik, sepse do të krijohet kanali që është në trupin ekzistues të rrugës kryqëzore. Në rrugën kryqëzore, por ne vërtetoj devijimin e trafikut në përparësor, pa në plan se kjo është sezoni veror merret atë gati pas vëzhgimin në Tiranë. Po me këto kur fillojmë me këto të tjera dhe e korridorit të Po, patjetër, ne kemi kashar lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimit të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë që në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera, tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është... Milot Baldreni është në fazat, kërëministri është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, do është për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë diçka tillë, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Ajo në sidomos gjatë sezonit veror krijon atë zhbllokimin e gjithë bregdetit Adriatik, por edhe kryeqendrës së Shkodrës, së Lezhës, dhe mendoj se jemi drejt fundit. Pra, sikur se ndojshme drejt për zdrejti, është hapur plotësisht në autostrada nga Isheshi Shqiponja deri tek ura e Kasharit. Ne do t'i rikthehemi bisedës me zotin Olat Shuperka, por flasim për duampirjen Marshkaz nga vendimi i Mbretërisë Bashkuar për ndaluar blerjen përjetësisht atyre që kanë lindur pas vitit 2008. Zoti Shuperka, e lam bisedën tek masat që duhet ndërmeren, qasjat që ne duhet kemi, por ka një ndërlidhje drejt për drejt mes kulturës, mes edukimit dhe duampirje, sepse sipas studimeve, sa me varfër tjetë një zonë, aq më shumë duhampi. Pa dushim, pyetje shumë e saktë. Por duke parakaluar që nuk theksova diçka të ligjit britanik, sot janë në moshë 17 vjeç ata që duhet të ndalojnë për të blerë duan. Pse nuk e rriti moshën Britania, ta bënte deri 21? Po vendos një mas të tillë, për mendimin tim, populiste për shëndetin publik. Dhe kjo është arsye që unë e vënë në dyshim suksesin e atij ligji. Tani të kalojmë, gjë më e rëndësishme, një në pikat më të rëndësishme është edukimi i errshëm. Edukimi shëndetësor. Nuk duhet të kursemi në edukim shëndetësor. Nuk duhet të kurojmë, duhet të parandalojmë. Atëherë në këtë drejtim del një detyrim ligjor për të gjitha institucionet që duhet të merren me këtë punë. Që nga Instituti Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit. Duhet edukim shëndetësor në përshkolla. Duhet informacione të sakta. Nuk duhet t'japim mendimin se cili individ më vete. Duhet bëj edukim shëndetësor. Dhe në përshkolla ka psikolog, ka mjek, çdo shkollë, ka infermier, ka dhe punonjës social. Do thënë edhe stomatolog, dentist. Çfarë do më tepër? Ke gjitha armat. Nëse të gjithë e bëjmë Qytetet të gjitha, Tirana ka në promocion shëndetin bashkë me Institutin Shëndet Publik mbi 20 veta. Ç'po bëjnë? Mësueste e shkollave që japin lëndën për këto, për edukimin shëndetësor. Atëherë, po të veprojnë të gjithë, vetëm kjo është mënyra që ne do rrisim një brez pa duan.
në mënyrë të dhunshme nuk bëhet. Nuk mund. Edhe një prind që konstaton që fëmia pi duan, nuk do ta bëjë në mënyrë të dhimbshme, por do ta bëjë jo të dhunshme, po do ta vizitojë në bashkëvizitim të urtë dhe do t'i binde pse nuk do të përdorur pirja e duanit. Në këtë drejtim është ju falenderoj që theksuat edukimi i ershëm është baza për të patur një sukses në uljen e konsumit duanit. Dhe tjetra... Gjithmonë ka, po, mundi jonë. Jo, vazhdon. Do plotësoja gjithmonë ka një ndërlidhje mes nivelit pirjes duanit dhe kulturës apo edukimit. Janë ndërlidhura në çdo vend, nëse marrim shifrat, sa mi lartë edukimi, aq mi ulët duanpirja. Duke u mbështetur te kjo çka ju theksuat, unë po ju flas suksesin e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata kishin problem përdorimin e vepër në grup moshat e reja. Problem. Dhe në këtë drejtim ata filluan një fushat të madhe, 2 vjeçare, dhe tani rezultatet janë të mrekullueshme. Nuk është problem përdorimi vepeve në të rinjt e Shteteve Bashkuara. Madje edhe ajo kompania që prodhonte vepet ka falimentuar tashmë, sepse se përdor me njëri. Po, pra, do të thënë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është problem. Dhe në sondazhet që po bëjmë edhe në vendin tonë, pranë shkollëve, gjimnazeve, po rezulton që janë kthyer dhe nxënësit tek produktet tradicionale, te cigaret. Pra, kanë lënë sidomos vajzat e reja kanë kaluar te cigaret, vajzat që po pinë cigare. Pra, nuk po e përdorin shumë vepin në këtë drejtim. Pra, nuk është një gogol që të flasim si që kemi bërë dhe edhe në vendin tonë. Pra, po kalojnë te këto produktet e tjera. Atëherë del edhe një detyrë tjetër, reduktim dëmi. Në qoftë se një duanpirës nuk arrin dot që ta lëri duanin, edhe pse pranojmë që është e vështirë, atëherë mjeku i familjes duhet ta orientojë për reduktim dëmi. Do t'i thotë deri në sa momente që ti je gati për ta lënë duanin, ti duhet të kalosh në një produkt më pak të dëmshëm. Produktin ta zgjedhë vetë. Por një produkt më pak të dëmshëm. Në qoftë se janë problemet e çemçakizave, siç përdori Suedia, zyni që ka dalë tani në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Britaninë e Madhe, që janë lançuar produktet e fundit si çemçakiz që mbahen, që ka nikotinën. Po, produktet e havullit janë 95% më pak të dëmshme. U detyrua qeveria franceze nëpërmjet shëndetit publik francez që të bëri studime dhe deklaroi, sepse do ta rifos përsëri para reduktimit dëmit. Të reduktojmë sa më shumë dëmet që sjell pirja e duanit. Ne në Shqipëri, dhe gradualisht për ta mbyllur edhe bisedën, zoti Shuperka, ne në Shqipëri kemi shumë punë për të bërë, duke nisur nga edukimi nëpër shkolla, duke nisur nga Instituti i Shëndetit Publik, duke nisur nga mjeku i familjes që ne e përmendëm, por mbase edhe për t'ia futur edhe pak frikën atyre që pinë duan në lidhje me rreziqet me të cilat përballen. Nuk ndodh me njerë, por mbas 10 apo 20 vitesh nuk je thjesht. Është pikërisht ajo që ju theksot fillimisht, edukimi i hershëm. Edukimi i hershëm duke filluar që nga kopshtet dhe njëkohësisht duke vazhduar në përgjithë shkollat e mesme dhe 9 vjeçare të Shqipërisë. Kemi një armatë të madhe punojësish që janë të mirë informuar në këtë drejtim. Nuk ka nevojë që t'i fusim frikën, sepse çdo gjë kërkohet në Google dhe ChatGPT, ti japim gjendje reale ku çon kjo gjendje. Dhe pirja e duanit po dominon 80% në vendet më të varfra të nivelit evropian, edhe në vendin tonë. Mendoni që fermerët që mbjellin duan për veten e vet, një parcel të vogël, nuk po flasim ata që po pinë duan aty. Po pinë duan me të dredhur. Sepse nuk arrin t'i blejnë këto paketat e cigareve që janë çmime shumë të larta, domethënë për ata. Atëherë në këtë drejtim duhet një edukim i mirëfillt, duke theksuar dhe duke mbështetur te fjala jote te edukimi i hershëm që theksuat paraprakisht. Edukimi është çelësi. Edukimi i hershëm. Zoti Shuperka, edhe një pyetje sot, për koincidencë është dita botërore për shëndetin dhe sigurinë në punë. Ne pak më parë ndoqëm IKMT-ja, inspektoriatet, kontrole pa fund për sa i përket
sigurisë në punë, në çfarë pike jemi? Ligjet I kemi të mrekullueshme. Tek ne zbatimi ka qenë problem. Tek ne zbatimi. Megjithatë, është bërë një punë e mirë në këtë drejtim, duke vendosur mjekun e familjes, mjekun e qendrës së punës, të cilët kujdesen për këtë. Dhe në bazë të rregulloreve që ka VKM-s, që ka bërë Kryeministria, ka persona përgjegjës nga vetë punojësit që merren me mbrojtjen dhe sigurinë në punë. Pra janë një grup prej 5 antarësh, të cilët ndërmarrin masa dhe ja shprehin dhe punëdhënësit. Unë mendoj që ka hyrë kjo ka hyrë tamam në rregullsi dhe në zbatim. Dhe zyra e punës e kontrollon, do thënë Inspektorati I Punës e kontrollon këtë punë dhe mendoj që kemi arritje në këtë drejtim. Dhe kjo është një ditë e bukur për të na sensibilizuar të gjithëve me qëllim për zbatimin e rregullave të punës, për mbrojtjen e shëndetit punë dhe njëkohësisht për sigurinë në punë. Fjala e sigurisë në punë është shumë e rëndësishme për të plotësuar një kompani të gjitha pikat e domosdoshme sipas VKM-s për punojësit e vet. Mbron veten radh parë, mbron punojësin. Absolutisht. Zoti Shuperka, ju falenderoj që ishit në studio. Ju falenderoj unë për ftesën.